Televizionistë të nderuar, mirëmbrëma. E premte ora 20 dhe si zakonisht në TV Globi, koha dhe termini për emisionin Zonë e Debatit. Në një periudhë relativisht të shkurtur jemi përballur me një sër shembujsh të hidhur që pasqyrojnë situatën e rëndë politike dhe ekonomike dhe realitetin e këtij vendi. Kësaj qeverisje çdo ditë e më shumë i dalin në sipërfaqe veprime jo ligjore si korrupsion, burgosje, raste të montuara, keqtrajtime, vrasje e tjerë. Sot në këtë shtet është çdo ditë më keq, edhe pse aspirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, vendi është në krizë të thellë dhe është gati se më keq se Ukraina dhe Greqia. Me një numër rekord të ikjes të rinisë jashtë vendit, kështu me radhë duke u përballur pra me situatën e rëndë ekonomike. Dhe sot, nëse doni të bëni një sondazh ndër shqiptarët këtu në Maqedoni, ato do të shprehen se kush e ka përgjegjësinë për përmirësimin apo për përkeqësimin e cilësisë së jetesës së tyre. Ato një zëri do të thuajnë që politika. Për ta trajtuar këtë temë, si dhe shumë tema tjera, ne sonde misafir në zonën e debatit e kemi kryetarin e lëvizjes për reforma në PDSH, njëkohësisht dhe kryetarin e Strugës, zotin Zjadin Sela, të cilit i dëshiroj mirëseardhjen në emision. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësevgjeta. Zoti Sela, mendoni se vetëm politika është përgjegjëse për situatën e krijuar në vend apo ndikojnë edhe faktorë tjerë? Dhe njëkohësisht si e cilësoni apo si mendoni ju se është situata aktuale në vend? Është percepcioni gabuar që thuhet dhe definicioni gabuar kur thuhet që politika është përgjegjëse për situatën në vend. E vetmja zgjidhje për situatën në vend është politika, ndërsa përgjegjës për situatën e krijuar në Maqedoni janë njerëzit e politikës. Ato njerëz të cilët janë skenën politike, pikërisht duke përgatit terrenin që politika është për njerëz amoral, njerëz kriminogen, njerëz të cilët dhe për rezultat gjithë ky definim dhe kjo percepcioni i rrejshëm që shpërndahet në popullat ka për qëllim që pikërisht t'ju bëj vend njerëzve të këtill në politikë. Politika është gjest realisht është për njerëz fisnik, sepse çdo veprim politik të cilin ti e sjell sot dhe vendim ka të bëjë me gjeneratat të cilët do ta trashëgojnë nesër. Dhe realisht përgjegjëse për situatën e krijuar politike tani janë aktorët politik, njerëzit e politikës të deri tanishëm, dhe ka ardhur koha që politika e mirëfillt me njerëz të cilët politikën e llogarisin si ardhmëri, si përgjegjësi para votës dhe qytetarit nga i cili e merr votën, të zaventojnë këto lloj politikanësh të cilët na kanë sjellë në këtë situatë. Mungon morali në politikë, sepse gjatë viteve janë ricikluar në politikë njerëz të cilët kanë amoralitet të theksuar. Morali politik është shumë i rëndësishëm, sepse në qoftë se do të kishte vetëm pak moral, prej përgjimet e para, ndoshta, në momentin që në mas shqiptarëve u thuheshin indian, ose në momentin që edhe eksponentjerë të partive politike shqiptare që janë në qeveri, do duhesh të t'japin dorëheqje dhe natyrisht që nuk do t'ishim në këtë situatë. Do duhej që të veproj shteti i së drejtës dhe të rivendosët shteti i së drejtës dhe kuptohet që ato të cilët kanë shkel ligjin, kanë vendosur veten e tyre mbi ligjet, dhe duhesh të sot të jenë para bankës të akuzuarve, në para burgim, dhe të përgjigjen për veprat të cilat i kanë bërë. Duke mos ndodhur gjithë kjo, ne jemi para një situate kur rrezikohet siguria dhe jeta e qytetarit të thjeshtë. Dhe me politikan të papërgjegjshëm, unë e kam përsëritur edhe disa herë që nuk pretendoj që zgjidhje kësaj situate krize t'i japin të njëjtët aktor politik të cilët e kanë krijuar problemin. Dhe aktorët politik që kanë krijuar problemin i shohim te kulën dhe bashkëbisedojnë, dhe e dhimbshmja është që në këto bashkëbisedime nuk kanë si primat dhe primare interesin e qytetarit,
atyre të cilët pretendojnë se kanë i përfaqësojnë, po primare e kanë ruajtjen e sigurisë tyre personale. Situata u përkeqësua edhe pas vendimit që solli kryetari i shtetit për faljen e disa personave, gjithsesi disa bartësve dhe udhëhecëve të institucioneve. Ajo sikur duket se e varrosi përfundimisht marrëveshjen të cilën e arritën në 4 partitë politike dhe pastaj situata u rëndua edhe më shumë. Në këtë drejtim, më thënë, sektori civil në vend reagoi dhe u protestua. Si ka qenë qëndrimi juaj në lidhje me këto protesta? Në lidhje me protestat apo në lidhje me vendimin e njëkohësisht vendimi i cili e thelloi krizën? Fillimisht unë doja të them që nuk bëhet fjalë për president shteti, por bëhet fjalë për një marionet të partisë në pushtet. Ky Ivanovi i tillë është një marionet dhe çdo herë i tillë ka qenë pa shkak se ka mandatin e dytë të VMRO-DPMNE-s, i cili siç duket është zgjedhur aty për këto situatë. Dhe herë dikur në mandatin e parë i përkrahur nga BDI-ja dhe në mandatin e dytë i përkrahur nga PDSH-ja me Mendothaçit. Dhe e pritshme ishte që këtë situatë krahas vendimit të gjykatës kushtetuese të ndodhë një gjë e tillë, sepse kjo situatë u paralajmërua menjëherë sapo Prokuroria Speciale paralajmëroi burgoset e para. Ne si subjekt politik nuk kemi pas dilemë që nuk do t'jetë aq e lehtë që këto njerëz të cilët kanë keq përdor vot dhe vullnet, pushtet dhe kanë përdor në interes personal dhe në dëm qytetarit, që do të rezistojnë dhe nuk do t'jetë aq e lehtë largimi i tyre nga skena politike. Dhe prandaj prej diku para një viti në kuvendin e parë qendror që kemi mbajtur, ne kemi kërkuar që në Maqedoni të vinë gjykatat europiane. Në mënyrë që të kthehet besimi i qytetarëve dhe të mos kishte vend pastaj për vendimet tipit gjykatës themelore të Shkupit, që Prokuroria Speciale jep masën e arrestit, ndërkohë dikush tjetër i liron. Tani që afrohen zgjedhjet, vendimi i Ivanovit ka të bëjë më tepër me trimërimin që duhet ju jap po të njëjtëve që kanë manipuluar zgjedhjet për t'ju dhënë mesazhin që ju jeni të paprekshëm, vazhdoni shantazhoni njerëz, friksoni qytetar, bleni, shitni dhe bëni gjithçka kryesorja. Do duhet që përsëri të fitoj ky koncept politik, i cili do të vështirësonte akoma më tepër jetën e qytetarit. Situata politike zhvillohet ashtu siç e shohim dhe si zhvillohet. Dhe kur dështojnë institucionet e së drejtës, kur dështojnë institucionet në përgjithësi, atëherë fjala është tek qytetari. Si bartës i sovranitetit të shtetit. Dhe bartës reali i sovranitetit të shtetit janë qytetarët. Dhe të gjithë që marrin guximin që të luajnë me vullnet, me institucionet dhe me shtetin e së drejtës, natyrisht që do duhet të përballen me sovranin e mirëfillt që është qytetari. Dhe edhe protestat të cilët bëhen kundër vendimit të presidentit ose Ivanovit, kësaj marionetës VMRO-DPMNE-s dhe të BDI-s, mendoj që janë protesta të drejta, të cilët shprehin një revolt, dhe janë protesta të vonuara. Fatkeqësisht, në momentin që shqiptarët kanë protestuar kundër këtij shteti të së drejtës, marr për bazë këtu protestat me rastin e Monstrës, vitit kaluar, po. Nuk pam etnitetet tjera që të protestojnë. Ne do duhet ta kthejmë shtetin e së drejtës, sepse nuk ka formë tjetër ku ta kërkojmë në të drejtën. Por nga ana tjetër shqiptarët duhet protestojnë shumë më tepër se sa vendimi i një njeriu i cili i thot vetes president, zoti Ivanov, do duhet të protestojnë edhe për rikthimin e demokracisë së mirëfillt të tyre, sepse po dëgjojmë që sektori civil është interesuar që të kthejë demokracinë dhe lirinë. Ne jemi për të kthyer demokracia dhe liria i gjithë qytetarëve, pa asnjë problem. Por ne jemi për të kthyer demokracia e munguar mbi 25 vite e shqiptarëve këtu në Maqedoni. Ku e kam fjalën? Nuk është demokraci vetëm momenti kur ti shkon voton lirshëm dhe zgjedh një deputet.
por demokraci quhet kur ky deputet mbron platformën dhe idenë politike, në emën të cilës ka marrë vot dhe implementon në ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Nëse marrim përballë që BDI-ja nga 2008 ai këndej çdo herë thotë ky do të jetë viti zgjedhjet të cilët do zyrtarizojnë gjuhën shqipe dhe sot e kësaj dite se kemi zyrtare, do të konstatojmë që te ne ka munguar demokracia. Është dyformshe. Është direkte, dhe demokracia direkte është referendumi, apo një ndër format, dhe indirekte ose reprezentative, kur qytetarët zgjedhin reprezentantë e saj, përfaqësuesit e saj, që të përfaqësojnë interesat e tyre. Dhe 25 vite shqiptarëve u është premtuar vazhdimisht, janë marrë votat në emën të një platforme dhe pastaj të nesërmen këto subjekte politike janë bërë pjesë e qeverisë për të implementuar platformën politike të VMRO, DPMNE-s ose të LSDM-s. Ne jemi të interesuar që t'japim fund tani e tutje kësaj, dhe unë paralajmërova dhe kur organizuan protestën që shqiptarët do duhet tani e tutje. Çdo subjekti politik t'ja krijojnë mundësinë. Dhe në momentin që brenda 100 ditësh, 2 ose 3 gjërat kryesore të platformës tyre politike nuk realizohen, do duhet të bllokojnë Shkupin. Parlamentin, që kërkush mos guxoj të luajë tani e tutje me atë që quhet demokraci dhe e drejta e tyre këtu në këtë rreth. Do të kalojmë më poshtë emisionit edhe në këto tema, por dua që pjesë në lidhje me protestat që organizohen dhe tani na del një veprim i cili ka ndodhur para shumë vitesh në një shtet fqinj këtu që na rrethon. Domethënë protesta dhe kundër protesta. Sa janë të rrezikshme këto forma veprimi dhe a mund të nga gjithë kjo të eskaloj situata? Po natyrisht që situata mund të eskaloj në çdo moment. Nuk them që nuk mund të eskaloj situata. Antiprotesta si koncept nuk është e drejtë e garantuar me kushtetutë. Kushtetuta garanton të drejtën e të protestuarit. Dhe gjithsecili që bën kundër protest shfrytëzon një të drejtë pa kuptim për mua, për t'ja pamundësuar atë drejt kushtetuese atij i cili del dhe proteston. Mendoj që është e pakuptim dhe duhet me qenë korrekt në definicionet që bëhen edhe në format se si dikush proteston, sepse s'ka asnjë logjik ti të shkosh të protestosh përpara dikujt që s'ka asnjë mekanizëm në dorë, ku diun për të ta zgjedh hallin, se kur protestohet ti ke ndonjë kërkesë, apo. Dhe nuk mund të quaj kërkesë për të protestuar në momentin që i thua dikujt që nuk duhet të ekzistosh, se këtë qëllim kanë këto kontraprotestat. Dhe si të tillë, njerëzit të cilët kanë intelekt, natyrisht që nuk mund t'i pranojnë të tilla, po janë forma të regjimeve të cilat ju përmendët, fqinësi në Serbi, në kohën e Miloševićit, që është më e afërta që e di, që janë përdorur, po që dihet se si përfundoi ai regjim. Cili është rezultati i kësaj, po. Unë shpresoj që një të njëjtën formë do të përfundojë edhe ky regjim, sepse kjo është ajo që e kemi parë se si ka përfunduar ai regjim. Drejta, pastaj nuk duhet të habitemi, to shkelin me duar e me këmbë mbi kushtetutë dhe mbi gjithçka. E tani është e pa kuptim që të flitet për kushtetutën, dikush që ja merr këto kundër protestuesi që ja merr kanë drejtën kushtetuese dikujt tjetër për protestuar. E fjalë janë forma të regjimeve diktatoriale të cilët numrojnë minutat e fundit në skenën politike. Zoti Sela, ju si parti politike gjithsesisht Lëvizja për Reforma në PDSH, çfarë konkretisht keni ndërmarrë për të tejkaluar kjo situatë? Ne në vazhdimsi kemi qenë prezent me ofertën tonë politike, siç përmenda edhe më herët, për dhënë drejtime nga pozicioni që jemi, në mënyrë që situata të mos eskaloj dhe të shkoj drejt zgjidhjes. Një ndër ata e thash ishte prej në fillim kur nisën të dalin bombat e Zaevit të opozitës, ne patëm kërkuar që gjykatat europiane të zbarkojnë këtu në Maqedoni. Sepse vlerësojmë që në Maqedoni nuk është problem vetëm gjykatat e vëmërojzuara. Në Maqedoni si problem është gjykata e politizuar. Dhe edhe në kohën kur s'ka qenë vëmëroja, ka qenë në opozit,
A kanë qenë këto gjykatat politizuara? Patjetër se po. Ka qenë gati se e ngjashme. Po. Ne kemi edhe dëshmi, në qoftë se në kohën e regjimit BDI dhe VMRO-DPMNE u montua një proces politik i quajtur Mostra, e Harun Aliut, vrasja, e shumë procese tjera. Sopoti, këtu do e dalë, Sopoti është montuar në kohën e regjimit LSDM-BDI, në atë periudhë. Dhe prandaj janë pikërisht të gjykata të politizuara, të cilët i kanë shërbyer edhe një sistemi, siç u pa edhe nga përgjimi, që ministri dhe shefi i shërbimit sekret i VMRO-DPMNE-s diskutonin për rastin e Sopotit, dhe kur dikush nga këto thot që me që janë dënuar pa faj duhet t'ju japim t'i falim dhe ta marrin drejtën e lirisë, ministri i Punëve të Brendshme thot jo, sepse nuk është mirë për sistemin. Apo, domethënë në pyetje është ky sistem dhe pa marrë parasysh është VMRO-ja apo LSDM-ja, më rezulton që të dyja janë sjellë në të njëjtën formë, edhe me gjykatat, por edhe sa i përket qasjes tyre që ato kanë ndaj shqiptarët. Kuptohet që ne këtë të keqe të madhe do duhet ta largojmë gjithë së bashku, por nga ana tjetër ne nuk guxojmë që të besojmë në mënyrë naive që po të njëjtët të cilët na kanë montuar procese politike tani do vinë dhe të na mbushin mendjen lehtë duke thënë që ku diun ne duhet ndërtojmë një shtet me koncept qytetar dhe vetëm dëshmi që na japin për të na siguruar është se këto si qytetar zakonshëm ku diun pas kanë ndihmuar një plak i cili ku diun nuk ka mundësi fizike që të kaloj rrugën e pas kanë kap për dorë dhe ka kaluar rrugën, ose ku diun në e komshiu shqiptar i pas kanë dhënë në i luk kryp të gjithë. Shqiptarët duan garanca shumë më të mëdhaja. Ju do punoni gjatësisht, ju aludoni në këtë që shqiptarët duhet të protestojnë për ndryshim të sistemit. Po. Në qoftë se maqedonasit protestojnë për ndryshim të pushtetit, shqiptarët duhet të protestojnë për ndryshim të shtetit dhe pushtetit. Pushtetit dhe shtetit. Ne do duhet tërësisht këtë sistem të ndryshojmë. Sepse gjithë botën, përmendet edhe tema e koalicionimeve parazgjedhore, koalicione ndëretnike ndërmjet subjekteve politike opozitare dhe opozitës maqedones. Pas nuk bëhet fjalë, unë çdo herë kësaj kur më është shtruar si pyetje edhe nga eksponentë LSDM-s, unë jam përgjigjur po me pyetje. Kam thënë ku ka raste të tilla, se unë nuk njoh. Jo se nuk njoh raste të tilla, por du të bëj provokim. Dhe ato thonë po, gjithë bota perëndimore ka kështu. Nuk ka parti me sigël etnike, por janë parti qytetare, me të proveniencës djathtë ose të majtë e të gjitha. Dhe përgjigja është që edhe ne jemi të gatshëm ta bëjmë një gjë të tillë në momentin që sistemet atyre shteteve nga Europa, kush duam të shkojmë, i implementojmë këtu në Maqedoni, të atyre shteteve që kanë 1/3 të popullatës të ndryshme nga ajo që llogarit veten shumicë, nuk e dim sa është shumicë, mbasi të bëhet implementimi i këtij sistemi, atëherë jemi të gatshëm që të bisedojmë edhe për tema të tilla. Tani për tani, as nuk bëhet fjalë dhe duhet me pas kujdes shqiptarët sepse ka tendenca që të ndërtohet dhe të kthehet një brez i humbur jugoslovenësh. Do duhet të kenë shumë kujdes sepse nuk mbrohen interesat kombëtare në formë të tillë. Qytetaria e cila fol vetëm një gjuhë nuk ju duhet shqiptarë. Do të flasim për këtë temë në pjesën e dytë të emisionit dhe do të flasim edhe për takimet që eventualisht i keni realizuar me opozitën maqedonase. Mirë po tani të flasim në drejtim të krizës. Gjithnjë më i shtuar është Bashkimi Evropian, presioni i Bashkimit Evropian ndaj politikanëve vendas, duke u kanosur me masa që do t'i marrë ndaj Maqedonisë. Mendoni se do ta ndëshkojnë këtë politikë ndërkombëtarët dhe cili do të jetë çmimi që do ta paguajnë qytetarët dhe Maqedonia? Patjetër se ata janë shumë serioz në kërcënimet që i bëjnë. Dhe në këtë situatë të krijuar ne morëm të drejtën që një pjesë e madhe, një shtresë e madhe e popullatës, ta nisim aty ku nisi edhe debati, gjithandej dëgjon që smerremi me politikë, sepse llogarisin si diçka të keqe. Dhe tani këto masat
dhe sanksionet të cilët pritën që të ndodhin në qoftë se nuk ndryshojnë politikbërja dhe konceptet politike të këtyre të cilët e kanë dorë tani politikën, natyrisht që këto sanksione, rezultat final do të kenë që do të godasin mbi xhepin e qytetarit. S'do ketë rrogë, apo. Dhe gjithë ato të cilët mendonin që kanë krijuar komoditet për të mos u marrë me politikë, dhe në këtë formë duke kontribuar që të mbijetojnë skenën politike një e keqe, që në kanë mbijetuar tani një dekadë, ndoshta edhe më tepër, atëherë nëpërmjet këtyre sanksioneve politika do të shkojë te ata. Bile shumë afër, do t'ju hyjë në xhep, do t'ju hyjë në trojezë, do t'ju hyjë në përditshmën e tyre. Prandaj ky është edhe një mesazh shumë i qartë për atë që thash që dënimin kryesor dhe kthimin e shtetit të së drejtës tamam duhet ta marrin në dorë qytetarët. Dhe qytetarët do ta marrin në dorë këtë të drejtë ditën e zgjedhjeve. Do të thënë, këto masa mund ndodhin në qoftë se to nuk ju binden atyre të cilët janë vlera të perëndimit, dhe kjo dhe nis gjithçka nga zgjedhjet fair dhe korrekte. Dhe mendoj që ai variant do të ishte shumë i keq për gjithë qytetarët, po përsëri në plan jo shumë afatgjat do të vetëdijsonte të njëjtët dhe do t'i dënonte këto politikanë të cilët i rrobnojnë të drejtat e tyre. Dhe tani situata ka mbetur pezull. Bisedime për sa i përket daljes nga situata nuk zhvillohen, nuk u realizua një takim në mes liderëve të cilët e iniciuan ndërkombëtarët, dhe çka mund të presim, si do të mund të dilet nga kjo situatë? Po, unë nuk mendoj që situata është ashtu siç ne e shohim në opinion, që janë ndërprer bisedimet, nuk ka takime nga ndërkombëtarët e gjithçka. Mendoni se takimet jashtë syrit të opinionit takimet janë të vazhdueshme, dhe besoj edhe presionet aty ku është e nevojshme janë të vazhdueshme. Dhe mendoj që edhe në qoftë se me atë që ka paralajmëruar koalicioni VMRO-DPMNE-BDI që do të shkojnë në zgjedhjet e 5 qershorit, e përkrahur kjo edhe nga ai partneri i tretë i koalicionit i cili bën lojën e opozitarit PD-SH-ja. Dhe këtë e vren në qoftë se e sheh që Bedreddin Ibrahimi voton pro në Komisionin Shtetëror Zgjedhëror, ndërsa Imer Aliu nga ana tjetër del dhe me një status në Facebook e kritikon dhe thotë PD-SH-ja nuk do marr pjesë në zgjedhje. Por ne që i dim rrethanat si funksionojmë atje në të dyja rastet është në ky lojtari tjetër, Mendu Thaçi, i cili në njëjtën kohë i merr në telefon siç pam edhe në përgjigjet Bedreddinit se si të votojë, dhe në njëjtën kohë i thot këtij që është si, sekretare personale e tij për të diktuar dhe ja dikton edhe këto statuset e Facebookut. Dhe në këtë situatë, unë mendoj që determinuese dhe vendimtare do të jetë vendimi i bashkisë ndërkombëtare. Zgjedhje të cilët do të krijonin probleme akoma më të mëdha nuk i duhen asnjë komuniteti etnik këtu, gjithë shoqërisë këtu në Maqedoni, dhe mendoj që zgjedhje të tilla nuk do të tolerohen që të mbahen në Maqedoni. Në qoftë se do të mbaheshin, nuk quhen zgjedhje, sepse për një periudhë shumë të shkurtër përsëri do të ketë zgjedhje. Kto vetëm se do t'i bëjnë qefin vetës dhe do të nisin vetë shkatrimin e këtyre kullave prej letre të ndërtuara, dhe secili që do të hyjë në ato zgjedhje do të jetë i djegur. Do të jetë i djegur nga popullata, sepse edhe populli nuk besoj që do t'i përgjigjet dhe do të dalë të votojë në këto zgjedhje. Ne nga ana tjetër, çdo herë e kemi thënë në opinion që në qoftë se do të shkohet në bojkot, nuk do të bëjmë bojkot vetëm me deklarata, po do të jetë bojkot aktiv, duke bashkëbiseduar me qytetarët, në mënyrë që dhe për t'ju treguar se pse nuk duhet të dalin dhe të marrin pjesë në këto zgjedhje. Kuptohet që në këtë drejtim kemi dhënë kontributin e duhet me thënë edhe një të vërtet tjetër më të madhe. Asnjë nga ato principet që u diskutua në marrëveshjen e Përzhinës nuk është plotësuar. Do të më thënë gjërat realisht. U bisedua për listat atje të hapura ose të mbyllura, ishin mbyllura, ngelen mbyllura.
u bisudua për njësi zgjedhore, a duhet jenë me 6 ose me 1 njësi, ose me 2 ose me 3, ngelen përsëri 6. Ose vetëm bisedimeve? Të gjitha janë pjesë e bisedimeve. Ashtu. Dhe pastaj u diskutua për listat e votuesve dhe për reformat mediume. Lind pyetja, pse këto që duhen të kthejnë demokracinë dhe lirinë, që në qoftë se kanë me gjithmonë, as pak nuk u shqetësuan dhe nuk bën presion për listat e hapura ose të mbyllura, ndërkohë që ne vlerësojmë që është më e rëndësishme për të demokratizuar të shoqëri, për t'ia dhënë drejtën qytetarit që ai të zgjedh, dhe jo kryetari i partisë dhe ta imponojë të parin listë që ti ta votosh. Por se nuk bën kaq presion për njësi zgjedhore? Sepse duke qenë një njësi zgjedhore, atëherë do të reflektonte Parlamenti i Maqedonisë, kushtimisht thënë, realitetin multietnik të cilën e ka Maqedonia. Sepse në këtë formë nuk do t'ishte patjetër që për shembull komuniteti turk të jetë njëri subjekt me LSDM dhe tjetri me VMRO. Po do të kishin subjektet e veta dhe do të përfaqësoheshin me njerëzit e tyre, interesat e qytetarëve të tyre. Por u problematizua vetëm listat dhe reformat mediume, sepse këto direkt tangojnë interesin e tyre personal. Dhe prandaj them që kur të flasim për një reformë, për demokratizim kësaj shoqërie, duhet të flasim me tamam. Dhe jo vetëm aty ku gjejmë interesin ton personal si subjekte dhe ta kapim, ta marrim atë, ndërsa tjetrën ta lejmë aq. Zoti Sela, është paradoksale edhe kërkesa me ngulm e partive në pushtet që të mbajnë zgjedhje, kurse në vendet demokratike gjithsesi ne gjithë e dimë që kërkesa për të mbajtur zgjedhje, për të ndryshuar sistemi, vazhdimisht e bën opozita, jo pushteti. S'është as pak paradoksale, unë them. E di pse? Sepse pushteti është shumë interesuar që të djeg vullnet për ndryshim të popullatës. Domethënë nuk janë të gatshëm për ndryshim. Po pra, kjo është. Prandaj duket paradoksale. Se e thash në formë figurative. Pushteti gjithçka që ka bën nga 2008 deri sot, më thuaj ka pas në cikël zgjedhor, zgjedhjesh të rregullt, asnjë. Gjithë ideja ka qenë që këto ta gjejnë opozitën pa përgatitur, të manipulojnë edhe një cikël zgjedhor, të pengojnë vullnetin për ndryshim, sidomos në bllokun politik shqiptar, që kohë pas kohe shfaqen tendenca, ato gjejnë forma të ndryshme për ta bërë këtë, në momentin që vlerësojnë që edhe nuk mund të pengohet ky vullnet, ndoshta edhe prodhojnë parti politike, organizata të ndryshme, vetëm e vetëm që të mbajnë kontrollin mbi ne si shqiptar para së gjithësh, dhe tani gradualisht edhe mbi një pjesë të opozitës maqedonëse. Zoti Sela, të bëjmë një pauzë shkurtër marketingu e pastaj do të kthehemi në studio dhe do të vazhdojmë bisedën me datën ose gjithsesisht me pjesëmarrjen tuaj në zgjedhje për pushtetin, gjithsesisht për partitë politike shqiptare në pushtet dhe për opozitën shqiptare këtu në vend. Fillimisht të bëjmë një pauzë shkurtër marketingu. Po të nderuar miq, jemi rikthyer në studio dhe vazhdojmë me emisionin Zonë e Debatit me mysafirin në studio, kryetarin e lëvizjes për reforma në PDSH, zotin Zjadin Sela, njëkohësisht edhe kryetari i komunës së Strugës. Thamë që në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për zgjedhjet të cilat janë përcaktuar që të mbahen në 5 qershor dhe partitë politike të pushtetit, njëkohësisht edhe institucionet e shtetit, po përgatiten për të mbajtur këtë zgjedhje.
jemi dëshmitar që Komisioni Shtetëror Zgjedhor paralajmëroi se do të formojë edhe komisionet komunale zgjedhore, gjithsesi procedura vazhdon dhe partitë politike gjithashtu ato të pushtetit, gjithsesi ato të cilët i përkrahin, më thënë, mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, përgatiten për të futur në garën zgjedhore. Sa ju përgatiteni ose nuk përgatiteni për të marrë pjesë në këto zgjedhje dhe cili është mendimi juaj në lidhje me këto zgjedhje? Po unë shoh që po përgatiten mirë këto partitë e pushtetit, sepse kanë nisë të ndryshojnë emrat e kryetarëve të komisioneve komunale. Dhe në disa emrat të cilët pata rastin që t'i shoh janë ushtar partijak, ato që i njohin. Kryetarët të komisioneve komunale janë ushtar partijak të BDI-s, për shembull në disa zona dhe s'kam asnjë dilemë që gjithandej i bëjnë këto gjëra. Por ato të cilët bëhen gati që ty në kësaj lloj zgjedhjesh, unë e thash edhe pak më herët, do të niste procesi i veçkatërimit të tyre dhe do të turprohen në momentin që do të shohin se cili do të jetë përgjigjja e qytetarëve ndaj këtyre zgjedhjeve të cilët janë të parakoshme. Apo dikur Ali Ahmeti paralajmëroi që mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe tani siç duket ka harruar atë definicion, sepse kur ka zgjedhje të jashtëzakonshme, faktikisht kriza është e institucioneve dhe e gjithë shoqërisë. Dhe kur janë zgjedhjet e parakoshme, ka krizë brenda partnerëve të koalicionit. Dhe VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja nuk mund të pretendojnë që të shkojnë në zgjedhjet parakoshme më 5 qershor, sepse ato nuk kanë problem brenda koalicionit tyre. Funksionojnë në mënyrë perfekte. Kriza është institucionale dhe po prek çdo segment të shoqërisë. Dhe këto duhet të jenë zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme minimumin që duhen pjesëmarrje në këto proces zgjedhor të gjithë subjekteve politike të cilët janë të regjistruara dhe të cilët janë të interesuara që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe them minimumi, unë kam dhënë edhe deklaratën, kemi pasi qëndrim si subjekt politik, edhe kur ishte data 24 prillit, por edhe mbasi u caktu një datë tjetër që është 5 qershorin, patëm deklaruar dhe i qëndrojmë asaj që ne jemi për zgjedhje, por me standarde të plotësuara. Dhe minimumi që duhet të arrihet në këtë moment është një konsensus i gjerë i gjithë subjekteve politike, në mënyrë që të gjithë subjektet politike të jenë në këtë proces të marrin pjesë në zgjedhje. Ato po përgatiten, por ato mund bëjnë përgatitje sa duan për veten, por zgjedhje pa pjesëmarrjen e opozitës janë zgjedhje të cilët i ngjajnë zgjedhjeve të sistemit monist. Këtë e paralajmëron. Gjithë të cilët duan që të kthejnë monizmin këtu, besojmë që nuk do të kenë sukses dhe do të dështojnë. Këtë e paralajmëroi edhe komisioneri Han, i cili tha se në rast se në Maqedoni mbahen zgjedhje pa prezencën e opozitës, gjithsesi të shumicës partive politike në vend, nuk do t'i konsiderojnë si valide. Po në këtë drejtim edhe qëndrimi i ndryshuar i ditëve të fundit të Partisë Shqiptare në pushtet gjithësisht të Bashkimit Demokratik për Integrim, cila ka lënë të nënkuptohet se pas festave do të sjellë një vendim se do të marrë pjesë në zgjedhje. Me thënë, në shumicën e rasteve edhe për datën e 24 prillit ishin këmbgulës fillimisht se do të mbahen zgjedhjet, pastaj deri tani ka mbrojtur qëndrimi se patjetër duhet të mbahen zgjedhjet, pasi do të ishte fillimi i daljes së vendit nga kriza. Sepse i kishin dhënë fjalën Gruevskit, sepse këto i kanë arsyetime kohë. Ç'nën kupton ky ndryshim qëndrimi dhe a mund të pritet që Bashkimi Demokratik për Integrim edhe mos përkrah mbajtjen e zgjedhjeve? Bëret një reterim i qëndrimeve tyre nga ajo që patën deklaruar dhe ato që dëgjuam edhe më herët, por edhe nga vetë goja e Nikola Gruevskit që tha unë kam marrë fjalën. Ka dhënë fjalën Ali Ahmeti që do mbajmë zgjedhjen 5 qershor. Dhe ky reterim nuk ka të bëjë, unë mendoj shumë me presionin që u bëjnë ndërkombëtarët, por më tepër ky reterim ka të bëjë me situatën reale që e shohin në terren, ku diun ky shtabi i BDI-s dhe aktivistët e BDI-s dhe struktura politike e BDI-s, kur shkon bën takime që përballet me një numër
qytetarësh që nuk e kalon numrin 15. Dhe në këtë situatë ata nuk kanë zgjedhje tjetër, por për të hikur turpit do të mundohen që ta kamuflojnë me këtë që nuk do marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, sepse në zgjedhjet e 5 qershorit shqiptarët nuk do të dalin të votojnë. Dhe në gjithë këtë situatë dhe këtë krizë të krijuar në vend, opozita shqiptare, gjithsesi partitë jashtë parlamentare shqiptare këtu në vend, disi të organizuara ju futën ose përballen me këtë krizë. Opinioni pret që partitë jashtë parlamentare shqiptare të bashkohen dhe bashkarisht të dalin dhe të kenë një qëndrim për sa i përket krizës, gjithsesi edhe të përballen proces zgjedhor, do të thënë kundrejt partive në pushtet. Si qëndron puna në këtë drejtim? Lojra fjalësh kemi ndëgjuar, tani edhe popullatën e kemi mërzitur, do të thënë me kështu lloj paraqitjesh duke kërkuar që jo do bashkohemi, jo të gjitha këto bëhen nëpërmjet mediumeve, do të thënë që besoj se s'është forma e duhur. Njërë nuk është e vërtet konstatimi që opozita është e paorganizuar. Po, si parti, kështu veç e veç, ndoshta janë, mirë, po si opozitë, jo. Në qoftë se keni fjalën që nuk keni organizuar një bashkëpunim të gjithë opozitës shqiptare, është çështje tjetër. Por opozita nuk është e paorganizuar. Ne jemi të organizuar, unë flas për lëvizjen për reforma Partia Demokratike Shqiptare, po bëjmë aktivitete politike të përditshme, kishim edhe një protestë, do të vazhdojmë që të kemi edhe takime me qytetarë, edhe punëtjera të cilët flasin për një organizim të mirëfillt politik. Jemi në fazën edhe të programit, platformën e kemi sjell, programin politik qeverisës jemi duke e përgatitur, jemi në fazën finale. Kuptohet, kjo debati do ketë zgjedhje, pastaj e ka lënë që të mos dalim në opinion, sepse temat janë tjera tani që diskutohen. Opinioni që flet vazhdimisht për bashkim opozitar dhe atë që ju e cilësoni lojra fjalësh, ne fjalë po bëjmë, gati 40 minuta gjysmore këtu tani, sepse politika ka të bëjë edhe me fjalën dhe për ne po debatojmë, se s'do kapim grushtat. Dhe nuk janë lojë fjalësh, për ne, të paktën mund të flas për ne, si lëvizje për reforma, ne bashkëpunimin opozitar e kemi me gjithë mend, jo sepse mendojmë që nuk mund të arrijmë veprim konkret në këtë drejtim. Po, për shembull, veprim konkret më tepër se sa publikisht në prezencë direkt ti je i gatshëm të nënshkruash me njëherë bashkëpunimin në mënyrë të barabartë, po qoftë edhe si të duan ata, apo të cilët nuk janë pjesë, dhe veprim më konkret se sa Alianca për shqiptarët nuk ka. Ato të cilët duan të bëjnë bashkëpunim, e bëjnë. Ne kemi bërë bashkëpunimin me Rilindjen Demokratike Kombëtare, do të thënë nga viti i kaluar, gati një vit po bëhet tani, dhe ky është veprim konkret. Ne nuk e kemi për lojra fjalësh. Ndryshe do të bënim lojra fjalësh edhe me RDK-n. Vetë fakti që ne kemi konsumuar këtë temë dhe kemi bërë një bashkëpunim, dhe vetë fakti që dikush tjetër luan me këtë çështje shumë të rëndësishme për shqiptarët tonë në Maqedoni, flet për seriozitetin, për mos seriozitetin e palës tjetër. Ndërsa ne kemi mendjen ndarë dhe atë që themi jemi të hapur, e themi me gjithmonë dhe u themi hajdeni dhe jo duhet bëjmë diçka. Ne themi hajdeni ta bëjmë. Thirrjet e mia publike kanë qenë çdo herë pas një dilemë, jo vetëm të mijat si kryetar i lëvizjes për reforma Partia Demokratike Shqiptare, por nuk ka asnjë dilemë edhe brenda strukturës politike, kryesisë qendrore dhe gjithë strukturës politike të lëvizjes për reforma PDSH që ne duhet bëjmë një bashkëpunim opozitar. Të tjerët zgjedhin lojën, duke luajtur me lojtar të dytë ose të tretë, dhe janë shumë dashamirës për bashkëpunim opozitar kur takohen më njerëz të cilët ndoshta edhe nga lëvizja për reforma, por edhe intelektual pavarur, që nuk e kanë dorë që ta bëjnë bashkëpunimin, dhe në momentin që unë me që nuk kam ndonjë dilemë brenda vetes sa duhet bërë apo s'duhet bërë, ja jap kompetencat që ta bëj bashkëpunimin, edhe ati i hikin. Këto lojrat me nivelet të dyta dhe të treta u duhet dhënë fund, sepse bashkëpunimi nuk kemi pse shumë e shumë të avonojmë të çështje dhe t'japim kohë
pushtetit që mbi një vit të ndërtoj këtë opinion që pa bashkëpunim opozitar nuk fitohesh ka BDI-ja, dhe po i njëjti pushtet nëpërmjet eksponentëve të ndryshëm që i thon vetes opozit të punojnë që kur mos ndodh ky bashkëpunim opozitar, në mënyrë që qytetari i zakonshëm shqiptar fillimisht t'i krijohet bindja dhe euforia përfitore nëpërmjet bashkëpunimit opozitar, që pastaj të mos bëhet kurrë që ai çgënjehet dhe cili duhet jetë efekti. Ose mos dalë të votoj as pak, ose të votoj siç ka votuar edhe radhëve tjera. Në të dyja rastet kjo i shkon për shtat BDI-s dhe pushtetit. Dhe prandaj ne e kemi bërë me njerë nga viti i kaluar, gati bëhet një vjet. Të tjerët thonin është herët, duhet të njihemi me njëri tjetrin. Atëherë lind pyetja, kush i ka kontribuar gjithë këtij debati që zhvillohet nga një makineri e tërë e pushtetit, edhe të mediumeve, në mënyrë që pastaj edhe të zhgënjehen qytetarët pse nuk ndodhi. Ai i cili po të bën teke vazhdimisht, herë duke thënë është herët, herë duke thënë duhet njihemi, dhe ndërkohë që unë po e përsëris. Nuk kam nevojë asnjë të njoh. Për mua i njoh gjithë subjektet politike opozitare në lagjen e trimave, Kumanov. I njohim të përgjimet dhe trajtimi që u bëhet shqiptarëve, të eksploatimi të cilën na bëhen neve për ditë si shqiptar, dhe njohim më e madhe se kaq për gjithë ato të cilët duhen sjellin një ndryshim. Dhe garancë më të madhe se sa principi i 4 që e kemi në bashkëpunim me Rilindjen Demokratike Kombëtare, dhe që është mos pjesëmarrje në qeveri në rast se ne fitojmë zgjedhjet. Në qoftë se ne fitojmë zgjedhjet mos pjesëmarrje në qeveri derisa platforma jonë nuk bëhet pjesë e ndryshimeve kushtetuese, mua nuk më duhet. Kjo është garanca e vetme që duhet dhe nuk paragjykoj asnjë. Të gjithë ato të cilët pajtohen në këtë çështje, ne jemi të gatshëm që të ulemi të bashkëpunojmë. Kjo nuk është e jona, por është e përbashkët. Realisht, unë fola pak më herët, ne do duhet të kthejmë demokracinë e shqiptarëve këtu. Dhe demokratike është kur shqiptarit na japë votën për platformën, atë platformë ta shohë të implementuar në kushtetut dhe në ndryshime ligjore dhe pastaj ta preke në të mira të cilat vinë si rezultati ndryshimeve ligjore. Prandaj them që nuk jemi ne ato të cilët u duhet drejtuar gishti për këtë çështje. Unë po e them përsëri. Jam i gatshëm gjithkund, publikisht, edhe me kamera, që të bëj bashkëpunim opozitar me gjithkund. Nuk kam nevojë të fshihem prej kërkujt, sepse qëllimet tona janë shumë transparente dhe shqiptarët janë lodhur prej marrëveshjeve, prapa kuintave, në dhoma dhe podrume të errta, të cilët kanë qenë në dëm dhe kundër interesit të shqiptarëve. Nuk e kemi nis këtë proces politik, pak të më flas për ne si lëvizje për reforma, për të bërë karrierë politike, sepse ne po djegim karrierën politike në mënyrë që të sjellim ndryshime për ato të cilët mendojmë se duhet t'i përfaqësojmë dhe që janë shqiptarët në përgjithësi. Zoti Sela, a keni patur takim me ndonjëra nga këto parti politike jashtë parlamentare shqiptare, gjithsesi që ja konsiderojmë parti më të vogla, përveç takimit që keni pasur para një vite sa, me zotin Kurtin në Prishtinë? Me të gjitha. Qoftë formale, qoftë jo formale. Dhe ku ngec gjithë kjo? Me të gjitha kam pas takim. Me të gjithë pa përjashtim. Dhe jam i hapur pa marrë parasysh nivelin e përfaqësimit që e kanë në strukturat politike të tyre, unë çdo herë jam i hapur për të bashkëbiseduar, sepse të gjithë me cilën flasim dhe komunikojmë shqip, mbi të gjitha njëri llogarisë shqiptar që kanë halle dhe që kam hallet përbashkët me të, dhe pastaj shoh edhe si struktura organizative dhe politike. Kam pas komunikime edhe formale dhe jo formale, qoftë me prosperitetin, qoftë me unitetin, me kryetarin e Besës mbas takimit që kemi pas në një debat televiziv, nuk kemi takuar më, i kam lëshuar disa herë njerëz të cilët të vullnetit mirë që duan të bëjnë bashkëpunimin opozitar dhe çdo herë përgjigjja im ka qenë nuk kam se zgjas shumë, kam thënë çdo herë po ne jemi për po, urdhnoni thirrni takimin, unë i përgjigjem atij takimi. Dhe iniciativa të tilla ka pas nga shumë grupe. Po them
duke nisë nga shoqatat burgosëve politike, shumë shoqata tjera, çdo herë përgjigjja ime ka qenë po. Ulemi kur të doni dhe ne mund vim atje dhe veç themi që jemi për të bërë bashkëpunimi, në qoftë se s'ju pëlqen koncepti i barabartësisë, 1/3, ne jemi edhe për bërë sondazhe, edhe për përballë shtabe, ose edhe për të bërë marrëveshje. Jemi të gatshëm për gjithçka. Dhe këtë nuk e themi sepse jemi dobët, por sepse e ndjejmë veten fort dhe besojmë te një proces. Por do duhet të kemi kujdes. Një ditë durimi jon mund të marrë fund. Dhe ne nuk duam që fjalën e fundit ta themi të parë. Por në momentin që do ta themi, atëherë do ta themi me shumë mend dhe nuk mund të bëhet më, sepse nuk lejojmë dikush që të luaj me dinjitetin tonë. Ashtu siç kemi pas dhe kam iniciuar takime edhe me këto grupe të tjera të cilët janë krijuar fatkeqësisht brenda RDK-s. Edhe pse ndoshta un kam dhënë kontributin tim në maksimum, në mënyrë që mos ndodhin gjëra të tilla, kam realizuar edhe takime. Si funksionon aleanca për shqiptarët kur tani dihet që në RDK ka një kushtimisht do ta themi një përçarje. Dhe fitohet bindja se zoti Sela mban anën e një rrëspal. Si është bashkëpunimi, më thënë në këtë drejtim me RDK-n? Ne jemi munduar gjatë gjithë kësaj kohe që të jemi korrekt me të dyja grupet të cilët janë brenda RDK-s. Realisht, ne nuk na lejohet. Keni pas takime me të dy palët? Po, kuptohet. Ashtu? Tendencës të dikujt për të cilësuar një udhtim që unë pata se gjoja po mbaj anën e Besel Mehmetit ose dikujt tjetër, ne u përgjigjemi një takim për sqaruar situatën dhe që rezultoi me një takim përbashkët të zotit Mehmetit dhe zotit Zendelit. Ashtu. Dhe në atë takim të cilën e kam iniciuar gjithmonë për mos dëmtuar procesin si proces, duhet të them që janë diskutuar dy çështje, sepse nuk mund të thirrësh, tani më falni pak dhe po kërkoj ndjes publike që hyj në proces brenda për brenda subjekti politik, nuk e kam të qëllimin as pak, po flas teoretikisht. Në momentin që unë si Zjatin Sela do të them për ju që je vetëm një antar dhe nuk ke asnjë përkrahje tjetër, atëherë nuk ka sepse të mos jesh për të shkuar në kongres. Unë kam kërkuar nga dy palët që organizoni kongres dhe aty le të vendos antarësia. Kjo është forma më e mirë. Le të bëjnë një kryesi të përkohshme të përbashkët, që pastaj antarësia poshtë në RDK, kjo do t'ia forconte kapacitetet të RDK-s të vendosë se kush duhet të jetë kryetari i saj. Duhet të them vërtetën që Besel Mehmeti e ka pranuar të, ka thënë po, unë jam dakord, ndërkohë që zoti Fadil Zendeli tha që ne vendimi i Kuvendit Qendror është i pakthyeshëm dhe unë nuk do të hyj tani brenda se si e kanë me status dhe çfarë kanë. Ato vetë e lanë atë takim që patëm bashkarisht që le të vendos gjyqi, megjithëse unë isha më tepër për gjetë zgjedhje politike dhe jo zgjedhje juridike të problemit, por me që ato kështu kërkuan edhe unë këtë pres. Nga ana tjetër, ne për aleancën për shqiptarët si aleancë flasim për pjesën tonë të aleancës. Me asgjë nuk e kemi prish këtë aleancë, po mundohemi që të sillemi në mënyrë të kujdesshme, në mënyrë që të mos ketë pasoja kjo aleancë. Sepse siç duket, po del qëllimi tani që po goditet aleanca për shqiptarët. Dhe tendencat e këtilla të goditjes së kësaj aleance nga ana atyre që i thon vetes opozitar janë nga momenti që u krijua kjo aleancë dhe që vazhdon sot e kësaj dite. Ne nuk do ta lejojmë që të ndodhe një goditje e tillë brenda aleancës. Ju mendoni se të gjitha këto, do të thënë, janë të inskenuara nga diku? Unë nuk mund ta them këtë. Ashtu. Sepse nuk ka ndonjë dëshmi. Tani, në qoftë se ne nisim dhe mendojmë unë japim fantazisë tonë, ne mund dalim pastaj edhe Zoti Sela, do të thënë këto ndryshime që ose këto unë shpresoj që të mos jetë kjo. Ashtu. Janë mirë për demokracinë që ndodhin kështu, por të respektohen normalisht statuti partijak dhe të bëhen ndryshime në vetë parti. Do të thënë këto janë mirë për demokracinë ose
Demokracia... Deri më tani, sikur në partitë politike shqiptare këtu ka pasur, ja kushtimisht do ta them, ngulfaqe dhe është dëgjuar zëri vetëm i kryetarit. Më thënë, shumë pak janë respektuar organet partijake. Demokracia mbi gjitha është edhe rregulla, të cilët i sjellin vetë subjektet politike apo qofshin edhe shoqata civile, të cilët i sjellin ato rregulla dhe pastaj është shumë demokratike në kuadër të asaj atyre rregullave, po të veprohet po. E tani, as pak s'është rregull dhe unë po ndërtojmë një koncept politik ku, për shembull, kemi kufizuar mandatin tim si kryetar partie në maksimum 2 mandate. Në statutin e partisë tuaj. Në statutin e partisë. Por me statutin e partisë tonë, të drejtën për të thirrë kongres dhe për të kërkuar përgjegjësi prej meje nuk e ka vetëm Kuvendi Qendror. E ka Kuvendi Qendror, në çdo moment mund të thirrë kongres dhe jo të më shkarkoj. Nuk e ka drejtën të më shkarkoj, po të thirrë kongres, sepse kongresi më ka zgjedhur dhe ai ka drejtë të më shkarkoj. Apo? Dhe në kongres unë mund shkarkohem ose mundem të fitoj nga delegatët, apo si organ më i lartë i partisë. Po të drejtën në kuadër të statutit ton për të thirrë kongres e ka edhe gjysma e degëve. Të drejtën për të thirrë kongres me statutin e partisë ton. Mund ta inicojnë edhe mbi gjysma e delegatëve të kongresit. Kështu që ne kemi pas kujdes që jo vetëm anëtarët e Kuvendit Qendror, po pjesë në vendimare të jenë strukturat më të gjëra. Nësa kam unë informata, edhe në RDK me statut partie është që kongresi është ai që shkarkon kryetarin. Por iniciativa mund të ngrehet pastaj edhe nga... Nuk e di pjesën tjetër dhe unë shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje edhe njërë publike që ato të gjejnë forma që të ulen me njëri tjetrin, sepse në fundit tani na pret si shoqëri dhe si shqiptar procese shumë të mëdhaja se sa teket dhe kapriçot personale se kush qenë nga kryetari legjitim dhe kush nuk është. Njërin kohë, i bëj thirrje edhe zotit Rufi Osmani, si themelus i atij subjekti politik. Ai nuk mund të ikë nga përgjegjësia që s'qenë ka antar i RDK-s, sepse në fundit ka themeluar vetë atë subjekt politik dhe ai do duhet dhe mundet që t'jap kontribut që këto dallime brenda RDK-s të heshten dhe RDK-ja nga ky proces të dalë shumë më fort. Ky është interesi yni, si aleat i tyre, si Lëvizje për Reforma, Partia Demokratike Shqiptare, ndërsa gjithë tjera që dëgjojmë në opinion janë shpifje dhe tendenca për të goditur mbi aleancën për shqiptarët. Tani, në këtë drejtim të aktiviteteve të aleancës, gjithësisht Lëvizjes për Reformën në PDSH, a keni realizuar takime me partinë apo bllokun opozitar Maqedonas dhe ka qenë takimi formal, jo formal, keni shtruar kërkesa, u a keni bë me dije se kërkoni ndryshime? Jo, ne nuk kërkojmë gjë për bllokut politik Maqedonas. Po jo, konceptin tuaj e keni sqaruar me siguri. Konceptin ton fillimisht e sqarojmë para shqiptarëve sepse mendojmë që duhet ndryshoj politik bërja dhe qasja që kemi ndaj politikës ne si shqiptar këtu. Në qoftë se parashtrojmë kërkesat e ata, vendohem në pozitën e inferiorit dhe njeriu që kërkon diçka prej padronit, ne kërkesat tona do t'i bëjmë para shqiptarëve. Atyre u a kemi bërë me dije që në momentin që ne do të marrim legitimitetin do të keni krizë dhe nuk do të ketë qeverisje derisa gjua shqipe nuk bëhet zyrtare dhe derisa shqiptarët nuk bëhen të barabartë në kushtetut dhe në ligje tërësisht me Maqedonasit, duke respektuar, kuptohet edhe të drejtat e pakicave të tjera. Ideja dhe definicioni shtet multietnik në Maqedoni ose shoqëri multietnike dhe multietniciteti ka për qëllim që të relativizoj peshën e shqiptarëve këtu. Sa herë që shqiptarët si populli i dytë më i madh, ndoshta edhe i pari, përballen çdo herë kjo kamuflohet me multietnicitetin, po ja janë edhe turqit, janë edhe romët, janë edhe këto edhe ato. Në këtë drejtim dhe ne takime kemi pasur, një gjë ta keni të qartë. Ka pas vetëm një takim. Dhe ai ka qenë publik me insistimin tim personal. Takime jashtë syve të opinionit me parti politike dhe bllokut politik Maqedonas, kush do qoftë ai, nuk do të ketë. Dhe çdo takim që do të bëhet, do të jetë në prezencë të gazetarëve. Ashtu siç nuk do të ketë takime jashtë syve të opinionit, as edhe me gjithë subjektet tjera politike edhe shqiptare. Takime të këtilla jashtë syve të opinionit lejohet
që të bëjmë vetëm me ato me cilët paraprakisht kemi shpallur aleancë dhe kjo është rilindja demokratike kombëtare. Me gjithë tjerët jam i të interesuar publikisht dhe argumentet tona t'i parashtrojmë në publik, sepse kemi vërejtur që kur kemi zgjat dorën dhe kemi dashur që të bëjmë një unifikim në emën të interesave kombëtare, dikush na shtrembron deklaratat, dikush na keqpërdor me portale dhe mediume të shpifura qëllimet tona të drejta dhe prandaj tash tutje do të jenë gjërat vetëm publikisht. Ju nxitët debat edhe në opinionin Maqedonas, gjithësisht te Kongresi Botëror në Maqedonas, në lidhje me këtë që e përmendët, me një deklarat tua janë më njëherë pas protestës që ju si parti organizuat në një medium të shtetit fqin, domethënë të Bullgarisë, që në Maqedoni duhet të regjistrohet edhe komuniteti bullgar. I menjëhershëm ishte reagimi i Kongresit Botëror Maqedonas i udhëhequr nga Todor Petrovi. Për çfarë bëhet fjalë? Një deklarat të tillë unë kam dhënë edhe vitin e kaluar gjatë një vizite zyrtare që kam pas në parlamentin bullgar atje. Bëhet fjalë për të drejtën, ne kur flasim për drejtën e njerëzit, për të drejtat e njerëzit, flasim për të drejtat e njerëzit. Dhe çdo njeri nuk mund të respektojmë tonën pa të respektuar edhe tjetrit. Apo. Ne jemi shumë të interesuar dhe gjithat vokabularin politik dhe fjalorin të cilën e përdorin demokraci, liri, jemi të interesuar që t'ia ruajmë edhe demokracinë dhe lirinë edhe tjetrit. Dhe Maqedonia unë nuk di që të ketë qenë ndarë nga një kufi pa përshkruar, ku di unë, edhe hermetikisht i mbyllur me Bullgarinë, që të ketë pastaj serb që jetojnë në Maqedoni, ndoshta edhe grek dhe mos ketë bullgar. Dhe patjetër që bullgarët do duhet që të lejohen të regjistrohen kur bëhet regjistrimi i popullatës, aq më tepër motiv më tepër është që maqedonasit ju e shihni që edhe për gjuhën dhe për shumë gjëra tjera na llogarisin numra dhe nuk na llogarisin si kombë. Dhe kur ne që kemi numra, atëherë drejta jonë është që ta dimë sa është numri tjetër nga ana tjetër. Nuk mund të lejohet që maqedonasit të bëjnë, ku di unë, një grupim, një përzierje popujsh që janë bullgare, serb, grek dhe një pjesë shqiptar ortodoks, të krijojnë një identitet që është i ri, që është Maqedonas, dhe pastaj në emën të kësaj të thuhen ne jemi shumicë. Tani numrat janë shumë relativ, dhe në qoftë se ne jemi, ku di unë, mbi 30%, dhe në qoftë se në Maqedoni në kushtetut janë diku 5 popull, ky 30% që mund të jetë edhe shumicë. Apo. Dhe ne patjetër duhet ta dimë se cili është numri i atyre të cilët po rrahin gjoksin për ditë dhe po na tregojnë që ato qenkan, ku di unë, bartës të sovranitetit si popull i parë dhe ne tjerët duhet të jemi në shërbim të tyre. Ne do të hapim gjithë temat reale këtu në Maqedoni. Nuk mund të pretendoj as Kongresi Botëror Maqedonas, as LSDM-ja dhe as VMRO-ja. Dhe ne nuk do t'i lejojmë tani tutje që këto të ndryshojnë trajt. Për çfarë kam fjalën? Po para 100 viteve diskriminimin, vrasjet dhe shpërnguljet e shqiptarëve i bënin serbët. Apo jam me 10 fshatra shqiptarë të cilët janë djegur në atë kohë, në kohën e mbretërisë serbo-kroate slovene. Po serbët nuk vinin nga Beogradi, se kishin këto serbët e tyre këtu. Apo jo? Ja? Dhe mbas kësaj periudhe ideja e, ku di unë, marksizëm, leninizmit, proletarët të gjithë vendeve bashkoheni, dhe fitojnë të drejta shqiptarët në luftën e dytë botërore edhe luftuan, nuk luftuan për t'ia sjell lirinë dhe të drejtat maqedonëve, për t'ia sjell popullit tyre. Dhe pastaj këto na thanë që jo, po nuk ishim ne ato që bënin, ku di unë, që montonin procese dhe që vrisnin shqiptarëve, po ishin serbët. Dhe tani thanë ne jemi ndryshe, 50 vite ishin këto ndryshe dhe vazhduan na montojnë procese politike, vazhduan na diskriminojnë në aspekt ekonomik, vazhduan na shpërngulin nga trojet tona, vazhduan mos na lejojnë të përmendim edhe emrat, i emrojmë fëmijët me emra Albano ose ku di unë shqiponje, emra të tillë, dhe pastaj erdhën vitet 90. Po të njëjtit tani ndruan, nuk kemi thënë ne komunistët, po ne jemi këto demokratët dhe tani nuk kemi Maqedonat slav, po që kemi Maqedonat antik. Dhe diskriminimi vazhdon. Janë të njëjtët dhe unë them kështu. Maqedonia është çerdhja e fundit e politikave slave, e cila ka për qëllim shpërnguljen e shqiptarëve nga trojat e tyre. Sa do t'i arrin, kjo mbaret nga ne më tepër dhe jo nga ata. Dhe në këtë drejtim është
ajo që atyre u djek, sepse në momentin që do të regjistrohen bullgarët, besomeni që... Do të thonë, kjo ishte ju që të reagojnë, pasi që ashtu. Tani, më 9 maj është parale, ju organizuat një protest, do me thënë, të mbajtur në Shkup si parti, normalisht të përkrahur edhe nga sektori civil, unë besoj se sektori civil shqiptar vazhdimisht ka përkrahur protesta, po edhe protestat e organizuara nga sektori civil Maqedonas, njëkohësisht besoj se edhe juve u përkrahen. Tani më 9 maj organizohet një protest iniciuar nga Këshilli Opozitar. Cili është qëndrimi juaj? A do të merrni pjesë në protest? Ne në protestin që organizuam, nuk organizuam ne, por ishim bashkëorganizator me sektorin civil. Me disa shoqata të cilët janë me emër mbi emër dhe të cilët u paraqiten dhe thanë po do duhet ta bashkëorganizojmë. Kemi pritur deri ora 19 diku afër mesnatës që pjesë të kësaj liste të bëhen edhe subjekte tjera politike. Direkt vetë kam komunikuar edhe me subjekte tjera të opozitës, të cilët bashkarisht të dalin në atë listën që do të organizojnë bashkë protest. Gjë që nuk ndodhi. Pati vetëm përkrahjet deklarative, kuptohet që do duhesh të kjo përkrahje të jetë jo vetëm deklarative, sepse nuk po protestonim ne, po protestonin shqiptarët dhe u dëgjua përveç kësaj qytetarisë e cila flet vetëm në një gjuhë, u dëgjuan edhe kushtet reale të cilës shqiptarët do t'i parashtrojnë nesër dhe në një farforme u ngrit zëri, jo vetëm për siç po bën sektori civil, jo vetëm për vendimin e Ivanovit dhe këtë të drejtës, po ju ishim më konkret, por u ngrit zëri edhe për monstrën, sepse nuk mundet dikush të pretendoj që do të sjellë të drejtën dhe lirinë dhe nga ana tjetër përsëri të vazhdoj edhe në pozitat e qenurit opozit të thotë që prej tani ta stimuloj drejtësinë selektive. Ashtu. Një proces i montuar politik ishte ke Maqedonasit, që ishte rasti i Lube Bëshkovskit. Dhe ai përgjim u nxorr dhe po bëhet gjithajo kampanjë për atë. Në ndërkohë që u paralajmërua edhe monstra dhe shumë procese tjera të montuara politike dhe ai përgjim u hesht. Nuk mund të quhesh dhe nuk mund të jesh i besueshëm që do të sjellësh drejtësinë dhe shtetin e së drejtës në momentin që 5 ose 6 trijë që janë shqiptar ju thurrini një burg sepse do të destabilizohet shteti. Në qoftë se shteti është antidemokratik, që është, nuk duhet shumë me llogaritë destabilizohet apo nuk destabilizohet, sepse realisht apo destabilizohet tani. Çfarë mund ndodh më tepër se sa protesta dhe ky destabilizim që ato e quajnë. Dhe realisht aty domethënë u protestua shqip dhe u dhanë mesazhe shumë të qarta në gjuhën shqipe, më e rëndësishme se gjithë këto proceset montuara dhe ato të cilët situata politike e shqiptarëve këtu në vend ishte mesazhi për barabartësi të plotë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve dhe sa i përket protestës të 9 majit. Ju keni ndjekur në opinion disa, kur unë jam drejtuar publikisht dhe i kam thënë Besës, lëvizjes Besa, jeni për bashkëpunim apo nuk jeni? Ne jemi për bashkëpunim. Sepse dikur keni ndjek, besoj, deklaratën publike ti që të njërit nga eksponentët e Besës, të Zeqira Ismaili, që tha nuk duhet të ulemi bashk tani, në përpjekje që unë kam dërguar vazhdimisht për të ulur bashk, sepse RDK-ja është e përçarë dhe nuk bën mbajman, apo. Dhe pastaj e dëshmuan që po i njëjti mor pjesë në një takim, apo RDK-ja akoma s'është bashkuar, akoma është e përçarë, apo. Dhe në këtë drejtim unë pa ta bërë një apel sepse bisedat janë zhvilluar në formë tillë që jo po s'është faktor ky, s'është faktor ky, ai tulemi ne bashkarisht dhe u thash janë publike ato. Dhe kujtohet që pat një lajm të shpifur, një propagandë të keqe kundër personalitin në një portal që quhet Tesheshi, që kontrollohet nga Besa. Se gjoja shumë afër pas ka qenë bashkimi opozitar, bashkëpunimi opozitar, ndërmjet Këshillit Opozitar dhe KPS-s ka pas një takim dhe unë jam lajmëruar në moment fundit KPS-s që është organ brenda partisë tonë dhe kam thënë që ndalen këto bisedime. Turpe faqeses, mashtrimi pa parë. KPS-ja është ngarkuar me propozim timin dhe me vendim të kryesisë qendrore të partisë
I kemi dhënë detyrë që shkojnë bisedojnë me këshillin opozitar rreth organizimit në mënyrë të përbashkët të protestës të 9 majit, të cilën ato veç e përmendën me një tubim të cilin kishin me qytetarët. Dhe imagjinoni këtë dëshirë të mirë tonën, ata mundohen që ta përdorin për për nevojat e politikës ditore të tyre, të cilët kanë për qëllim vetëm të nxjinin imazhin politik tonin dhe në qoftë se kjo e kam thënë disa herë, do t'i shërbente opozitës, unë me kënaqësinë më të madhe do t'isha larguar nga skena politike. Por unë e di që kjo gjë do t'i shërbej vetëm aktorëve politik ekzistues, që është BDI-ja dhe Mendothaçi. Apo. Dhe pa marrë parasysh kësaj, ne kemi bërë një koalicion bashkë me RDK-n që quhet Aleanca për Shqiptarët. Dhe gjithçka që është për shqiptarët, neve kuptohet që i përkrahin. Por, në ditët në vazhdim do të ketë edhe deklarime publike dhe vendime të kryesisë qendrore, dhe jo vetëm loj fjalësh. Është i tmerrshëm 2 ditë para protestës, 1 ditë para protestës, një portal i afërt që udhëheq me këshillin opozitar, apo nga 10 lajme, 8 lajme i ka kundër meje. Që antarët këshillit opozitar, ku di unë, televizjes Besa, këtu thonë që ne përkrahim protestën, dhe nga ana tjetër shpifin pa turp, pa ndërprerë, duke pamundsuar njerëz që të vinë në protestë. Duke shkuar në mënyrë aktive që të pengojnë njerëz që të vinë në protestë. Por ne arritëm. Ne kemi organizuar një protestë, e cila kemi organizuar vetëm 2 ditë, mos harroni. Vetëm për 2 ditë, ne kemi mbledhur, flas për organizimin që e bëm ne si subjekt politik në kuadër të këtij bashkëorganizimi, ne diku i kemi evidentuar 6.000 njerëz të cilët i kemi sjellë ne si strukturë politike, ndërsa protesta kuptohet që kishte më shumë njerëz. Ju besoj në rast se e përkrahni protestën e 9 majit, nuk do ta bëni në formë siç e kanë bërë ata, ju do ta përkrahni ashtu si do të merrni vendim. Dhe nuk luajmë me ndjenjat e shqiptarëve. Ne kur themi që e përkrahim, minimumi duhet të jetë prezenca ime aty si kryetar parti. Ashtu. Po të jetë prezenca juaj, domethënë do të jetë prezenca edhe shumë ose kryesisht e njerëzve që ju përkrahin juve. Do të informohet opinionin. Tani në mënyrë hipotetike do të flasim, zoti Sela, sikur të mbahen zgjedhjet, supozojmë një ditë, edhe do të mbahen. Më thënë, njerëzit nuk janë të interesuar, apo u është humbur vullneti që të dalin në zgjedhje, që të zgjedhin njerëz, kanë humbur besimin edhe në partitë politike. Si do t'i joshni ju? Me çfarë do t'i shtini ju si aleancë, si lëvizje, që njerëzit të dalin dhe të votojnë LRPDSH-n? Po me platformë dhe me ide, me kuptohet, program, dhe kuptohet që nuk do t'i joshim me forma tjera që i joshin kërdi unë këta që kanë, se edhe mundësi s'kemi. Me fjalë boshe gjithësisht, po. Jo. Ti ke plot subjekte politike që gjejnë forma ndryshme joshjeje, jo paguajnë vota e gjithë. Po ne mundohemi që ndërtojmë platformë dhe ide, program në të cilën do t'a gjej gjithë secili vetën dhe seriozitet në implementimin e të njëjtit program dhe platforme dhe ideje. Vetë prandaj, kemi pas guximin që në fillim të themi që nuk do të bëhemi pjesë të qeverisjeve, në qoftë se marrim legitimitetin pas një kusht. Dhe këta e kemi me gjithë mend. Dhe prej këtu do të nisë, dhe kjo është një ndër argumentet kryesore që tani e përdorin edhe subjekte tjera politike, dhe ky mund të jetë një element që mund na bëjë bashkë. Këtë kërkojmë ne, nuk kërkojmë që të shohim se kush çfarë gjithë. Ne kërkojmë që të shohim a kemi pikat përbashkët. Një ndër pikat është kjo. Tani, me çfarë mund të joshim tjetër? Me seriozitetin tonë dhe përkushtimin tonë. Dhe ne nuk kemi nevojë shumë të joshim shqiptarët për të na dhënë përkrahin. Shqiptarët do duhet të jenë të përgjegjshëm kësaj radhe, jo të joshën, sepse duhet shohin rreth e rrotull ku mungojnë fëmijët dhe të afërmit. Le të shohin shtëpitë rreth e rrotull, sepse ka më tepër shtëpi bosh se sa njerëz të banuar, sepse shtëpi me njerëz që banojnë, po. Le të shkojnë dhe le të shohin shkollat tek përdiq shprazën dhe kanë ngel paralelet e nxënësve nga 10 nxënës. Le të shkojnë dhe le të shohin infrastrukturën në gjithë qytetet të cilët kanë shumicë shqiptare, le të shohin investimet në kulturë, le të shkojnë Shkup një ditë dhe vetëm le ta kalojnë urën e Drurit.
dhe duhet urën e gurit, dhe duhet të jenë të përgjegjshëm, dhe nuk kemi nevojë ne shumë të joshim, por duhet t'ju japim garanca që kur më politikbërje e tillë nuk do të bëhet. Dhe ne bashkë me fushatën do të ngrejmë edhe vetdijen e shqiptarëve që në 100 ditëshin dhe derisa të bëhen qeveria, nëse si mbajnë premtimet partitë politike, do duhet të jenë para parlamentit aty me çadra, me fëmijë katandi dhe të mos lejojnë që dikush të keq përdor vullnetin e tyre. Edhe nëse ne do të jemi ata që do duhet t'japim llogari brenda 100 ditëve, duam vendojmë standarde të reja në politikë. Mjaft më mashtrime, mjaft më u luajt me gjak dëshmore dhe me gjithçka dhe ka ardhur fundi. Me të vërtetë që ne nuk kemi kohë për të humbur dhe kohë për të pritur, sepse po na shprazen për ditë shpit. Zoti Sela, dhe për fund, ku e shihni Maqedoninë në të ardhmen? Maqedoninë në të ardhmen. Tani nuk mund që të parashikoj në atë drejtim se ku e shoh Maqedoninë në të ardhmen, por realisht dhe nuk është që shqetësohem për këtë çështje, shqetësohem për fatet e popullit tim, jo shumë për fatin e Maqedonisë, sepse këtë zgjidhje do duhet ta bëjnë vetë maqedonasit. Ato kanë vetëm një zgjidhje, nëse do duhen që të mbijetojnë. Rruga e tyre e mbijetesës është aleanca me shqiptarët, me Shqipërinë dhe Kosovën. Sepse çdo variant, se kjo nuk kalon. Dhe çdo variant tjetër do të thotë asimilim, sepse populli i madh asimilon popullin e vogël. Këto kanë shumë afërsi me bullgarët dhe serbët dhe nuk mund të rezistojnë asimilimit që mund të ndodhë nga Bullgaria dhe nga Serbia. Në ndërkohë që kanë shumë dallime me shqiptarët, vetëm garancë për të mbijetuar si popull ashtu i vogël siç janë, është që të bëjnë aleancë me Shqipërinë, me Kosovën dhe garanca e vetme për këtë aleancë janë shqiptarët tu në Maqedoni. Dhe prandaj Maqedonia do duhet zgjedh atë të cilën edhe ne ofrojmë si në platformë binacionalitetin, edhe për hir të mbijetesës tyre si popull. Maqedonia e shqiptarëve dhe e maqedonasve është e vetmja garancë që këto mund të kenë ndonjë perspektivë në të ardhmen. Ndryshe nuk do ta kenë. Zoti Sela, unë ju falenderoj që ndatë kohën që jeni bashkë me teleshikuesit e emisionit Zonë e Debatit, duke ju falenderuar dhe duke shpresuar që në të ardhmen sërish do të na vizitoni, njëkohësisht duke ju dëshiruar që t'i arrini synimet dhe sukses në të ardhmen. Faleminderit, kënaqësia ishte ime dhe më duket është hera e tretë, e katërt që do të tretë me evidencë. Çdo herë i gatshëm për të informuar opinionin. Ashtu, faleminderit, unë besoj se sadopak informuam opinionin me atë çka është duke ndodhur në Republikën e Maqedonisë. Edhe juve miq të emisionit Zonë e Debatit, ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që ndatë që jeni bashkë me emisionin Zonë e Debatit. Ju ftoj që të ndiqni reprizën e këtij emisioni që është nesër me fillim në ora 16 dhe njëkohësisht ju ftoj që të na ndiqni edhe emisioneve të radhës, duke ju ftuar që të qëndroni me TV Globin. Ju falenderoj, natën e mirë.